përsëri bashkë në transmetim të nderuar shikues, do të flasim për pjesën e shëndetit, sepse këto ditë ka një gjendje që deri diku kthehet edhe në problematike, të paktën kështu perceptohet nga vetë qytetarët, ku shumë shpesh dëgjon që ka raste të gripit, raste të Covidit, por asnjëherë nuk dim ta ndajmë të paktën këtë gjë vetë derisa drejtohemi te mjeku. Për këtë kam ftuar në studio një mjek shumë të dashur për ju, shumë të dashur edhe për këtë studio, është mjeku pneumolog i terapisë intensive Adrian Jorgji. Përshëndetje doktor, mirë se erdhët në studio. Kënaqësi e veçantë edhe për mua. Gjithmonë sepse jepni gjithmonë përgjigjet e duhura për publikun, përgjigjet e thjeshta dhe të goditura, dhe për këtë unë mezi u pres në studio sa herë ka raste që vërtet kemi pikpyetjet tona. E vlerësoj, faleminderit. Çfarë ditësh janë këto që po kalojnë tani? Çdo familje pothuajse ka një pjesëtar që po e kalon një virus, një grip apo Covid. Çfarë po qarkullon, doktor? Nga të tëra. Lloje të ndryshme gripi, të ftohura të thjeshta, deri dhe ke Covidi. Ndryshimi i temperaturave do e mos favorizoj për këtë. Pse se solli dhe përqëndrimin e tepërt të njerëzve në ambientet pa erosura siç duhet. Dhe kjo me pasojat që i shikojmë këto ditë të fundit të paktën. Por, për mua, nuk e shoh si një gjë të veçantë. Kjo ndodh në shumë vende të botës. Gripi ka ardhur paksa më herët. Biles edhe një bisedë shkencore. Po zakonisht nëntori shoqërohet nga gripi. Po. Janë disa faza, apo jo? Qëndron. Po kur thoni që janë nga të tëra si t'i dallojmë, dhe hajde hyjmë në disa detaje, doktor, që bëjnë edhe diferencën mes viruseve. Nuk është kollaj të ndahet kjo, e them këtë dhe për ne si specialist. Pse? Sepse edhe Covidi nuk sillet më si më përpara. 1, 2, testet kanë humbur më, janë shumë pak ata njerëz që kryen teste. I aplikojnë, po. 3, koha e humbur për të bërë një test. Testi ka vlerë për mua ditën e parë, të dytë, e shumta dita e tretë. Një kohë që njerëzit në përditshmërinë e tyre këtë afat kohor e trajtojnë si një të ftohur të thjeshtë dhe presin që me kalimin e ditëve të përmirësohen. Ka raste që nuk ndodh kështu. Ajo që unë do vlerësonja dhe do sugjeronja që njerëzit ta kenë në vëmendjen e tyre është kozgjatja e simptomave. Cili është kufiri? Kur simptomat zgjasin më tepër se 6-7 ditë, atëherë me dojmos duhet të kemi një këshill me një mjek specialist. 1, 2, më konkrete, kur kolla fillon e persiston gjithnjë më tepër, bëhet më ashpër, ndjesia në frymarrje përkeqësohet, ose edhe të persistoj, një alarm duhet jetë kur të shfaqet një shenjë tjetër që ne shpesh e neglizhojmë. Dobësia trupore. Dhe sidomos kur dobësia trupore përkeqësohet. Kputja, që e quajmë. Kputja, që ne shpesh herë themi nuk ka ndonjë vlerë të madhe, përkundërzi. E theksoj këtë sepse nëse kolla edhe sikur të përkeqësohet, mbetet një simptom lokale e mushkrisë. Ndjesia jo e mirë në frymarrje, gjithashtu, që kanë goxha vlerë, sidomos kur përkeqësohen. Por ama, lodhja, dobësia trupore, do të thotë që kompromentohet organizmi i tërë. Tani, 2 momente këtu. Kur flasim për kollën, edhe këtu ka një diferencë. Kolla e thatë, kolla me sekrecione. Shpjegojmë. Në këtë fazë të kohës, kolla ka shumë arsye. Ndryshimi i temperaturave, fenomenet alergjike,
ndrimi i ambienteve, nga të ftohtë në të ngrohtë, nga e ngrohta në anasjelltas, ambientet e ndotura, virozat e ndryshme, deri dhe refluksi, që është një simptom krejt tjetër ekstrapulmonare. Angatrohet kjo me të përzierën, që shpesh ne themi që kemi Pyetje përzierën? shumë e bukur, këtu do theksoja vetë diçka tjetër, do shkoja pak më tej. Shpesh herë njerëzit, kur kanë viroza, mendojnë që ato fokusohen vetëm tek aparati respirator. Një virozë godet kudo. Sistemi, dhimbje muskujsh, dhimbje kockash, kështu fare kollaj dhe thjeshtë, pasojë e një viroze mund të jenë të përziera, ndjesia e të vjellës, çrregullimet të tjera intestinale, fenomene diareike, kështu që nuk duhen neglizhuar fare dhe duhet të shikohen në tërësi. Kur flasim